Kër ka ba hijretin nga Mekka në Medina, I ka gjetë ensarët duke I festu 2 festa. Dhe ato u androj me 2 festa të tjera. Dhe ta shëtutje, besimtarët musliman kanë të drejtë me festu vetëm festën e Fitr Bajramit dhe festën e Kurban Bajramit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa I përket festës së Fitr Bajramit, Bajramit e Ramazanit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që e agjeron muajin e Ramazanit me besim në Allah, dhe duke shpresuar se Allah subhanahu wa taala ka më shpërblim për këtë agjerim, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, I falem të gjitha gjunat e përpashme. Hadithi I dytë për Fitr Bajramit dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai I cili I ka fal namazet e taravive në Ramazan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ju kanë fal të gjitha gjunat. Dhe hadithi I tretë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai që ka fal namaz në natën e Kadrit, ju kanë fal të gjitha gjunat. Dhe masi I merr këto 3 garanci nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, masi I merr këto 3 dhurata prej anës së Allah subhanahu wa taala, shpërblime për gjuna, ata që I kanë agjëru, ata që I kanë fal taravih, ata që I kanë fal namazat e Kadrit, të gjithëve ju kanë fal gjuna të gjitha. Andaj me plot të drejt muslimanët ditën e Fitr Bajramit gëzohen. Po ashtu dhe namazi Kurban Bajramit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ata të cilët namazi Kurban Bajram, namazit e Kurban Bajramit I paraprin haxh. Ata të cilët kanë shkuar në haxh thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që kryen haxhin dhe gjatë haxhit nuk bën ndonjë mëkat, kthehet në shtëpinë e tij sikur ditën kur ka lind nana e tij. Do të kthehet në shtëpinë e tij pa asnjë gjuna. Ata të cilët nuk kanë mundë me shku në haxh, atyre ju mbetet me linua ditën e Arafatit ose 9 ditët e muajit Dhul Hijja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai cili agjeron ditën e Arafatit, I falen mëkatet e vitit të kaluar dhe mëkatet e një vitit të ardhshëm. Kurse komentatorët e hadithit ka thonë I falen mëkatet e vitit të kaluar edhe mbron Allahu në vitin e ardhshëm mos mëron në mëkatet e mëdha atë I cili e agjeron ditën e Arafatit. Po ashtu, pasi që të vjen Kurban Bajrami, është festë e cila veçohet me therrjen e kurbanit për hir të Allah subhanahu wa taala. Dhe ata të cilët therrin kurban, ata e ngritin pozitën e tyre tek Allah subhanahu wa taala. Edhe me të drejtë pas të gjitha këtyre 3 premtimeve dhe me festën e Kurban Bajramit, muslimanët kanë drejtë më gëzue për shkak se kanë fituar te Allah subhanahu wa taala, për shkak se janë afruar te Allah subhanahu wa taala, për shkak se gjunat aty nuk kanë fal, për shkak se e kanë praktikuar urdhin e Allah subhanahu wa taala. E për natën e vitit të ri, për shka më gëzu muslimanët? A mos ka thonë Allah subhanahu wa taala se kur të bëhet 31 dhjetori dhe bëhet 1 janari ju falen gjunat? A mos ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në orën 12 natës së 31 të muajit dhjetor zbresin me lajke dhe zbret Gjibrili? Apo mos ka thonë Allah subhanahu wa taala se në këtë natë unë jam I kënaqur me ju? Apo ka përmend dikush prej dietarëve se muslimanët në veçanti dhe njerëzit në përgjithësi kanë të drejtë të gëzohen për festën e vitit të ri? Kur kërkush. Festa e vitit të ri është festja e muslimanëve. Dhe ata e festojnë atë me disa qëllime, jo vetëm me një qëllim. Dhe njëri prej qëllimeve me të cilat e festojnë jo muslimanët festën e vitit të ri është përfundimi I një viti të suksesshëm. Sipas tyre, ata të cilët kanë kontribu për fenë e tyre, për fenë e krishterëve dhe jahudive dhe të tjerëve, kur të bëhet fundi I vitit, ata e festojnë për shkak se kanë kurorzuar një vit të suksesshëm. Se je musliman, jo se duhet më gëzu, po duhet më pikëlluar këtë ditë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë muslimanët janë si një trup I vetëm. Muslimanët janë si një trup I vetëm. Nëse një pjesë në trupin e njeriut ka dhimbje, e tërë trupi nuk ndihet rahat. Nëse një prej pjesëve në përpjet gjymtyrëve të njeriut nuk është në rregull, ka dhimbje apo ka smundje, të gjitha pjesët e tjera janë në siklet dhe nuk ndihen të qeta. Dhe kështu duhet me qenë musliman, aspekti I parë. Aspekti I dytë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
ka ndaluar që besimtarët t'u përngjajnë jo besimtarëve në të gjitha aspektet. Saqë Jahudit në Medinë kanë bërë besë se ky Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk do me lënë asnjë se ngjashëm me neve. Kur hiç. Dhe shumë po ndryshon. Në çdo pikpamje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ndryshuar pe Jahudive dhe të krishterëve dhe të tjerëve. Për shkak se Islami është fe e bollakshme. Na nuk kena nevojë me mitu të kë. As nuk kena nevojë me marr mësim pi diku që nuk është musliman. As nuk kena nevojë mu mundua që dukmi sikur ata që nuk janë musliman. As nuk kemi nevojë të marr me fesat të tyre. Të gjitha Islami ka të veta. Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina." Unë sot për juve kam plotësuar fenë, që mungon juve kur gjë. Çka ju mungon juve? Çka lypni musliman, çka lypin me lyp fesat të tjera përveç fesat të muslimanëve. As ke mund më gëzuar fesën e Kurban Bayramit, kur të ka dhënë Allahu dhe pejgamberi sa sa premtime se je fal për gjunove. As ke mund më gëzuar fesën e Fitr Bayramit kur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë premtime se ty duhet fal gjunove, vetëm se të kametën më gëzuar me të arriturat dhe rezultatet e muslimanëve kundër muslimanëve. Hadithin të cilën e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me ardh dikush prej muslimanëve. Në transmetimin tjetër keni me I pasua ju muslimanët, ata të cilët nuk janë musliman plom, sikur që të ecën ata dhe ikën mes mastirve, sikur që mjafton juve feja juve, sikur nuk ju dalin juve fesat e juve, sikur nuk ju pëlqen juve ibadetet e juve që I bani, vetëm se keni me hec mas ibadeteve të ju muslimanëve, plom që shecin, jo hap mas hapi, se hapi është I madh. Ka mundësi mos me qëllu bashkë tamam që shduhet. Mirë pa plom pas plomi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sa që jo muslimanët me hien në birën e ardhusës, edhe muslimanët kanë me dhënë sa me hien bashkë me ta. Hadithi I dytë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ai njeriu I cili përngjan një popull, ai është sigur ai. Ose ai është sigur ata. Dietarën komentin e këtij hadithi kanë thonë: nëse dikush prej muslimanëve I përngjan një popull që nuk është musliman në çështjet e besimit, në çështjet të cilat kanë kufër, edhe kjo është kafir sikur që janë ata. Nëse dikush prej muslimanëve I përngjan atyve në çështjet të cilat janë shirk, edhe kjo është mushrik sikur janë ata. Nëse ky I përngjason ja muslimanëve në gjëra të cilat janë haram, edhe kjo është mëkatar sikur që janë ata. Domethënë se në cilën detyrë apo në cilën punë të përngjash muslimanëve, edhe ti je sikur ata. A ne do të shohim se festa e vitit të ri është festë fetare apo është festë kombëtare e muslimanëve. Atëherë, festa e vitit të ri sipas të dhënave historike e ka fillimin te romakët e vjetër. Kurse një rivajet apo një transmetim tjetër historik thotë se e ka prejardhën prej kinezëve. Edhe romakët e vjetër edhe kinezët e vjetër edhe kinezët e ri të dy partë janë mushrikin. Mushrik janë. Edhe romakët e vjetër kanë qenë mushrik, edhe kinezët kanë qenë edhe sot e adit janë mushrik. Tash nëse I marrim festat e atyre se pse I kanë festuar ata? Edhe pse tash festohet festa e vitit të ri, për shkak se ka ndryshuar festimi dhe qëllimi prej të romakët e vjetër deri tek festimi që e bën njerëzit sot. Romakët e vjetër e festonin vitin e ri për shkak se viti I ri ishte dita apo nata në të cilën ata kishin arritur ta formonin shtetin dhe kishte ardhur udhëheci I tyre, mbreti I tyre. Dhe me ardhen e krishterizmit, romakët kaluan në krishterizëm. Dhe festat të cilën e festonin për ardhen e kryetarit apo perandorit apo mbretit të tyre, u përshtatën me festat të cilën krishterët e bënin për lindjen e Jezu Krishtit. Atëherë ato I bashkuan të dy festat dhe thanë se tash do të festojmë për ardhen në pushtet të filan perandorit edhe për lindjen e Jezu Krishtit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë, I ka gjetë jahudit duke agjëruar ditën e Ashurës. Dhe dita e Ashurës është dita në të cilën Allahu ka shpëtuar Musën alayhiselam nga Firauni. Dhe jahudit agjërojnë këtë ditë. Muslimanët I thanë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo pejgamberi alayhiselam I pyeti muslimanët se çka bën këta në këtë ditë, për çka po festojnë këta? Ata jahudit u përgjigjen se na festojmë këtë ditë se këtë ditë Allahu ka shpëtuar Musën prej Firaunit. Pejgamberi alayhiselam tha, na jemi më meritor me festuar për Musën që ka shpëtuar Allahu se sa ju.
Edhe nëse meriton dikush me festuar lindjen e Isës alayhis salam, atëherë jemi na muslimanët, jo ata të tjerë. Ata kur fort drejtë nuk kanë me festuar për lindjen e Isës alayhis salam. Ata kanë tradhuar fenë e Isës alayhis salam. Ata kanë ndryshuar fenë e Isës alayhis salam. Ata I kanë shpif Allahut të Isës alayhis salam. Ata kanë thujt Isën Zot I cili nuk është të bosh krijesë kurse më nat. Ata nuk kanë kur fort të drejtë me Isën alayhis salam. E pse ata me festuar me të drejtë, kurse muslimanët me festuar sipas festimeve të tyre. Dhe fillimisht, para me dalë të festimi, krishterët janë në dyshime të thella rreth datës së lindjes së Isës alayhis salam. Sikur që janë në dyshime në të gjitha çështjet fetare të tyre. Ata kur gjë të sigurt në fenë e tyre nuk kanë. Në pjesë të tyre festojnë vitin e ri me 25 dhjetor. Në pjesë të tyre festojnë me 31 dhjetor. Në pjesë të tyre festojnë me 6 janar. Në pjesë të tyre festojnë me në pjesë të tyre me vol. E rëndësishme se ata nuk kanë ujdi, as nuk e kanë të sigurt se a vërtet ka lind Isa alayhis salam me 25, apo ka lind me 31, apo ka lind me 6, apo kur ka lind. Kurse ne muslimanët në aspektin e Kuranit I thojmë ju të gjithë, edhe ju me 25, edhe ju me 31, edhe ju me 6, të gjithë jeni në të pavërtetën. Për shkak se aspektet kuranore tregojnë se Isa alayhis salam nuk ka lind në dimnit, po ka lind verës. Tregimi I lindjes së Isës alayhis salam është nana e Isës alayhis salam u largu nga populli. Për shkak se Isa donte të lindte pa babë, ashtu sikur që dëshiroi Allahu subhanahu wa taala. Dhe Mariamja ishte e falur me shërby xhamis. Ajo nuk ishte të drejtë me u martuar me pas fëmijë. Mirë po Allahu subhanahu wa taala për shkak të duas së nanës së Mariamës, se nana e Mariamës kur boni dua që po e lën Mariamën për vakaf, ta atëre të lus ty me mbrojtja dhe pasardhësit e saj nga shejtani madhur. A kjo s'kishte të drejtë Mariama me pas pasardhës për shkak se ishte vakaf prej nanës së vet me shërby xhamis. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala e pranoi duan dhe dëshiroi që Isa alayhis salam të rinë pa martesë dhe pa marrëdhënie dhe pa babë. Në populli akuzoi Mariamën se kjo njehje e ndershme, ashtu sikur që ishte e ndershme, mirë po kur mbeti shtatzon dhe ardhën në kohën e lindjes ata akuzuan se kjo këtë ka bërë me moralitet. Ajo u largu nga populli dhe shkoi në një vend të shkret. Allahu subhanahu wa taala thotë se Mariamja u mbështet për një trupi të hurmës. Pasi që lindi Isa alayhis salam, Mariamja ishte mbështetur për një trupi të hurmës. Edhe kur e kapluan plagështit dhe likështia e pas lindjes, Allahu e tha Mariamës, mshoj trupit të hurmës edhe I ra në hurmët e pjekura Mariamës alayhis salam. E hurmët kur pjekën me 31 dhjetora, a me 25 dhjetora, a me 6 janara, po hurmët pjekën verës. Hurmët pjekën verës. Nëse meriton dikush me festuar lindjen, ma tepër se kishte merituar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk e meriton kërkush. Mirë po kur nuk ka ardhur as një transmetim as nga Abu Bekri, as nga Omer, as nga Uthmani, as nga Aliu, as nga kërkush prej shokëve të pejgamberit alayhis salam, as prej kërkulla prej tabiinëve xhenatës së dytë, as prej kërkull prej dietarëve të hadithit dhe dietarëve përgjithësi se dikush prej muslimanëve të devotshëm ka festuar lindjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse këti nuk I lejohet me festuar ditëlindjen, e ku I lejohet me halal, e çish I lejohet me festuar ditëlindjen e panjohur të Isës alayhis salam që festojnë këta, atë me haram. Për shkak se këta nuk e festojnë si lindje e një profeti, por këta festojnë si lindje e një djali birit të Zotit, o subhanallahi alazim. Mandej ata e festojnë edhe ringjalljen e Isës alayhis salam. Masi që thonë ata e mbytën të jahudit këmisën alayhis salam, pas një periudhë 3 ditore apo 9 ditore, se ata as vetë nuk e dinë apo 13 ditore, se s'kan saktë ata apet tu kurgjo, thonë Isa alayhis salam u ringjall. Allah subhanahu wa taala thotë porreni, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Allah thotë as nuk e kanë mbyt, as nuk e kanë kryqëzuar, ju ka bë shybhe, ju ka dyshuar se kanë mbytën. Barraf Allah ilay, Allah ka ngrit Isa alayhis salam. Wa ma qataluhu yaqina, ata nuk e kanë mbyt me të vërtetë Isa alayhis salam. E qysh festohet ringjallja e dikujt që s'ka vdek hala. Isa alayhis salam është I gjallë si u gjen Allah. A mund joni për neve me festuar ringjalljen tema ose tonë? Po nuk festohet ringjallja se s'ke vdek hala. Qysh do me festuar ringjalljen ti para se me vdek?
Allah thënë Kur'an, wa ma qatalu yaqina. Ata nuk kanë mbyt Isa alayhi sallam. Barraf Allah ilay, Allah ka ngrit atë në qiell. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregojnë se Allah kur ka ngrit Isa në momentin e rrezikut, kur erdhën jahudit me myt Isa alayhi sallam, Isa alayhi sallam vetë sa kishte dalur nga pastrimi, edhe i kishte flokët e lakta. Allah ka ngrit Isa alayhi sallam me flokë lakta, dhe kur zbret Isa alayhi sallam ka me zbrit me flokë lakta. Viti i ri si fest e krishterëve pastaj u simbolizua me disa simbole të cilat në mënyrë shumë të madhe i përshtaten të kundërtave të simboleve të muslimanëve. Se ata krejt fejt e kanë imitim, ata fejt vetë nuk kanë kurgjo. Po shiqojnë të muslimanët dhe marrin idenë e parësore, temelin e marrin të muslimanët, pastaj janë veshin atë ideve të tyre të kota. Vitiri simbolizohet me babadimën. Babadimi historikisht njihet si prift. Edhe në gjuhën angleze nuk i thonë babadimi, po prifti Nikol. Babadimi as i martum, as ka fëmijë, as kur gjabë babë. Çfarë babë kjo? Babë prifti su babë kur, sa ata smartuar. Allah subhanahu wa taala e ka quajtur muslimanëve njerëz të cilët u prind në festat e tyre dhe në ritualet e tyre. Ato janë pejgamberët, dietarët dhe imamët e muslimanëve. Kurse babadimi është imam i krishterëve, i cili ju prind në festën e vitit të ri. Kush don me shku mas imamit të krishterë, i cili e ka emrin Pop Nikolas, në t'i bën ceremonitë që i bën ai dhe ky në shkon xhamatit tina. Ai ishte prift dhe bënd të davet që njerëzit me hinë fejnë e krishtere. Dhe që kësaj jep të dhurata që njerëzit të mashtron me ishtin fejnë e ti. Jep të dhurata që njerëzve të abon krishterizmin të mirë. Dhe këta këtë gjithmonë e kanë përdorë dhe e përdorin. Ata bide e kanë përdorë dhe kundër muslimanve. Veprën e tyre të ndytë e kanë përdorë shumë bukur dhe shumë e sukses, ashtu sikur që ka përdorë gruaja e ministrit në kohën e Jusufit a.s. Kohën e Jusufit a.s. Gruaja e ministrit e pa dushel derën për Jusufin a.s. Dhe u pas zbukuru me të gjitha zbukurimet. Dhe i pa thonë Jusufit a.s. hejtele, unë për ty jam zbukuru se ta shëmprone jotja. Kur Jusufi a.s. iki nga ajo i pik Jusufit me angjitën edhe me këtyje, ma djeja i agrisja dhe këmishën. Kur iki Jusufit të derë ato e qelderën, erdhë ministri, ajo gruaja ministrit tha fe ma gjezau, çka është shpërblimi, i tha ministrit, çka është shpërblimi i atij që don me ta sulmu gruën. Po kush ke të sulmu gruën tyja? A Jusufi ke të sulmu tyja, ti ke të sulmu Jusufin. Kështu krishterët, jahuditë dhe muslimanët, gjënohet, dredhinat e tyre i qesin për më muslimanët. Ata i paguajnë të krishterët me parë, me i krishterizëm, a kënena thonë e kanë përhap lojmin e musliman të ngrat, pa i analizu çështjet, ama këta me mjekra po morin parë, ata që pinojnë shamijat po morin parë, jep Bin Ladeni parë. Ku Bin Ladeni për para, unë frikë kam bisedua me një plak, i cili kishte 89 vite. Ai tregonte se në kohën kur është martuar, të gjitha gratë kanë qenë me nikab, jo me shami, këtu, te na. E kush ka dhënë atë parë? Bin Ladeni vitin 14, 30, 20, 10, 1900. Kush ka dhënë parë atyre? Atyre jo për shami, për nikab, për shkak se dini Allah subhanahu wa taala nuk është dini sotit. As bartja shamis nuk është e sotit, as bartja mjekrës nuk është e sotit. Aja ka datën të Ademi a.s. duke vazhduar me të gjithë pejgamberët e tjerë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ai ka qenë me mjekër dhe krati ka pas të mbuluar. E kush ka dhënë parë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Ka ardhur një avall historike se ky prift Nikolasi i kishte disa fëmijë të cilët mirëshin vajzat e tyre me amoralitet. Njëri prej fëmijëve të tij kishte 3 vajza dhe që të trijat mirëshin me amoralitet. Pra bën amoralitet me parë. Ti prifti tjerë keq tash, pse më shkuan me bën amoralitet me atë me parë, tu kon prifti jap dallorata dhe bën amoralitet me priftin. Është dhe fal gjinohi i madh, rësor gjino për ata kur gjo.
Dhe ata s'kan gjuna, ata me burë me bo amërëtet s'kan gjuna, me fmit vëqën me bo amërëtet s'kan gjuna, me gratë e kushirë, ata s'kan dispozita së regula kur gjo. Atin me vetëm ju pengon a mundën apo s'mundën. Atëre e shfrytëzoj priftin Nikolas rastin edhe u qonë të dhurata atyre vajzave të cilët bën nga amërëtet me pare, natën e parë, natën e ditë dhe natën e tretë. Ato i morën parë dhuratat natën e parë dhe natën e dytë, edhe menduan se kanë bërë dhurata ballë. Natën e tretë e mbyllën dritarën. Babadimin e tash shumë mirë, s'pa qysh me adhon parët, se me kërsit të dera, mos më bërë si e faciky, mashallah pitutët Allah, e ka hypja ka lëshu për o gjaki dhurata. Dhurata ma e mirë më të lëshu babadimin, më të lëshu për o gjaki. Ata i shfrytëzojnë këtu të mirat e tynve materiale që muslimanve në përgjithësi dhe fëmijëve të muslimanve në veçanti t'ja bojnë të dashur Jezu Krishtit nëpërmjet figurës së babadimrit, t'ja bojnë të dashur priftin nëpërmjet figurës së babadimrit, t'ja bojnë të dashur kryqin nëpërmjet figurës së babadimrit, t'ja bojnë të dashur krishterizmin nëpërmjet dhuratave që jepin për vitin e ri. Dhe muslimanët pa i menduar një pjesë e tyre, shkojnë ja i japin parën babadimrit, pejtinzave, mos me pa fëmijët, se me ditë fëmijët që baba i ka dhënë parën se ka punë babadimit, atëherë babadimi metet se janë njëri mirë. Por këta japin parën babadimrit, babadimi me apu natën e vitit 3 fëmijëve dhuratat, e këta mendu se Allahu ka qenë babadimin, e ka qenë ju dhënë dhurata, me i gëzuar këta fëmijët të ngrasës, po ka kush me gëzuar. Në Gjermani njëri prej mësuesve jo musliman, ju thoshte fëmijëve të përzirë musliman dhe jo musliman. I thoshte mbyllni sy tash, se tash ka me hi Muhameti. Shtu thoshte, mbyllni sy tash se ka me arë në klasë tonë Muhameti. Ishte koha krishtlindjeve, ishte koha vitit të ri. Ata i mbyllin sy dhe hike një person. Thoshte, lypni tash me Muhameti, çka po doni me lyp, dhurata. Ata kërkonin diçka, çka kërkonin. Dilte ai njeriu, hapni sy tash. Muhameti s'ka lënë për gjë. Mbyllni tash syt për se tash ka me hi Jezu Krishti. Ata i mbyllin syt. Hyke një person në cilësinë e Jezu Krishtit, apo një babadimer, dhe fëmijët kërkojshin. Ata fëmijët që kanë kërkuar, ata ne bënë çokoladë diçka se ata nuk lypin baresa ndërtesa. Ata lypin që ato gjona që i rrethojnë ata, me që ato gjona që i kanë marak, edhe ai ju lënte dhurata mërsina, por i hapni syt Jezu Krishti i mirë. Pastaj erdhi një fëmijë te baba i tij musliman, i thoshte Muhameti i keq, a Jezu Krishti i mirë. Pse Muhameti i keq, se Muhameti s'po jep kur gjë. Muhameti s'po jep dhurata, a Jezu Krishti po jep dhurata. Në shkollat e muslimanëve, tash edhe vitet e kaluara dhe këtë vit, shoqatat e krishterëve shkepin shpërndajnë dhurata bashkë me dhurata dhe një revizë për Jezu Krishtin. Apo pse është shkolla laike, edhe shteti laik nuk lejon simbolet fetare, ato nuk vlen për të krishterët, ato vlen për muslimanë. Simbole fetare me baj xhami në shkollë është predikim, është simbol fetar. E më ta pruar revistën e Jezu Krishtit me kryqin 2 metrat madh, çka është ja? A nuk është predikim fetare? Mirë po, si duket të rregulla vlen vetëm për ata të cilët janë muslimanë edhe që nuk kanë qenë sy të mirë për Islamin e tyre. Pra çështja e tretë është çështja e bredhit, se bredhi është shumë i bereqetshëm. Me shti bredhin në shtëpi, një vjet me shtëpia e marrshme. Kur një sen i keq nuk të bëhen. Bredhi mendonin, paganet jo musliman mendonin se është krijatari i malit. Ata mendonin se bredhi është Zoti i malit. Ata shtu e kanë besimin e kurth. Se të gjithë ndrujt i lëshojnë fletat e tyre në vjesht, vetëm bredhi përqendron një fort. Ky ka diçka, kjo është i shenjtë, kjo është si Zot, edhe nëse ky mal kështu qëndron, po më shvim me prua. A disa nëse malit kjo i barkhajm, e shpijës saj barkhajm, është muslimanët me shku me bredhin, me ngarkuat i me prushmi me ba me drita, pse se tjetë bereqet. E shka kanë dalim ata të cilët e marin bredhin mal, e bin të shpija bojnë me drita me do bereqet, prej babës e Ibrahimit a.s. që i maran të idhut për durit dhe i lutke. Qa kanë dalim ta? Aju ka lut drunit, ti lut është drunit. Ata si janë dalim kur gjo. Ata, se njerëzit që ditën, kanë herë, dhe qysh, atëre kanë qenë njerëzit e prapambetur, ju kanë lut gurit, ju kanë lut drunit, një ndi lutën lopëse, po dhe të këti që i lutës bredhe, qka ka? Qa ki dalim ti për i tënve?
Kur që s'ki dalim, jo më la ditën e shëngjerit me kakoreka ka bereqet. Më la me hifiri është bëhet mirë, të hecë puna marë. Më la me ato, më ba me këto, me morë bredin, me morë drunin. Këto krejt këtë jenë besimet të kota dhe paganizëm. Allah subhanahu wa ta'ala dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të gjitha këto kanë qitë poshtë. Fëmijët e muslimanëve bën bredhin me drita, mashallah. Edhe thonë ani a bon veçëm dhora fëmijëve mi u blie sene me festoj vitin e ri, po krejt fëmija po festojnë edhe të mitë qysh mi daune. Po fëmija kuna kënë të festuj, të atina, shka e në? Në krejt jena musliman. E pi fëmi, pi kufrit muslimanëve, pi zorit kufrit muslimanëve, ati të shmijin kufrit se s'buk i ka me shkruve. Ani ti vetëm pëmbron, unë se festaj mo fëmi pire, unë shkojnë që në mo këta bile të qojnë, mos të hekin keq këta në tim, bashkë me babadimin e tyre me dhuratat e tyre që i kanë. Pastaj, pritëri ka dhe një karakteristik. Ajo është pritja e orës 12:00 për kulmin e gëzimit. Gëzimi maj madhë, ku s'ka gëzim matë mamë në 12, ku të më bëhë 00. Pse mu me pritë bashkë 12, a s'ban 11, a s'ban 10, a s'ban 1, veç në 12. Pse duhet në 12? Për shkak se edhe në Arafat duhet me nejtë vitë notën e Bajramit. A ban me nejtë në Arafat ditën e Bajramit. Jo se me shku në ditën e 8 në Arafat, a ban? Nuk ban. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, kur muslimanët haxhit të bënë ditën e Arafatit, dhe aty të bënë një numër i madh e haxhive, këtë vit jam të buën mbi 3 milion haxhi. Allah subhanahu wa taala i thret me laiket, i thot a pi shifni njerëzit që kanë të buën me mbaj ibadet mua. Krenot Allah subhanahu wa taala para me laikeve me numrin e muslimanëve dhe tubimin e tyre me një kohë të caktuar, me një moment të caktuar, në një vend të caktuar në kohën e Arafatit dhe veprojnë vepra të caktuara. Kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë më shumti që shejtani mërzitet është në dita e Arafatit. Për shkak se ai humb shpresën që njerëzit pa adhurojnë atë. Mirë, po si duket aty i kthehet shpresa natën e vitit të ri. E u shpresën natën e Arafatit do të kohë musliman shumë i bojnë ibadet Allah. Ama kur vin viti i ri thotë, jo, more kur na kon gabim. Ja sa ka xhamat për adhurimin e iblisit. Adhurimin e iblisit e pritin me minuta. E zoni më shtyn xhamin që më shtyen kohën e namazit nuk japin fortërsi. Ama në 12 natën e 31 dhëtorit 1 minutë me kalu hizban be se shejtani don 6 minutë. Kulmin e kufrit, krejt njerëzit me një fjalë më të bu, me thonë Allah subhanahu wa taala se ty na nuk jomi si të vetëm. Na besojmë se ti ke djalë, ai është Jezu Krishti, edhe drita për gjithë. Edhe gëzim, edhe muzikë, edhe haram, se mi thonë Zotit ti çka ke thonë nuk ka vërtet. Se Allahu ka thonë Kur'an, Allahu Samad, Allahu Ahad, Allah është i vetëm, i përkrym cilësitë e tij, ta që e festojnë të një, çfarë i vetmi? E është djali i Zotit ku? Gruaja e Zotit ku? Shpirti, ati. Hidhrimi i Allah subhanahu wa taala bjen mbi ata të cilët festojnë natën e vitit të ri dhe mbi ata të cilët i përshkruajnë Allah subhanahu wa taala atë që Allah ka mëu për veten e tij.